Gjykata e posaçme ka pranuar kërkesën e avokatëve të ish-zëvendës kryeministrit Arben Ahmetaj që ky i fundit të jap shpjegime nëse jep pëlqimin në gjyqin për dosjen Buka. Ahmetaj mund të dëshmojë me audio ose video konferencë në lidhje me akuzën për shpërdorim detyre për privatizimin e ish-fabrikës së Bukës. Në seancën e fundit, prokurori i çështjes Elvin Gogaj paraqiti kërkesën për prova shkresore dhe ato të dëshmitarëve. Ai tha se prokuroria akuzon Ahmetaj se ka kryer me dashje shpërdorim detyre dhe nuk ka zbatuar një vendim gjykate, megjithse ishte në dieni. Në seancën e radhës është thirrur për të dëshmuar biznesmeni Lirim Fezollari, i cili ka përfituar nga privatizimi, ndërsa në listën është edhe familja Myderizi, si dhe ish-ministri i Financave Shkëlqim Cani. Seanca e radhës është lënë në datën 24 shkurt. Për këtë dosje, prokurori Elvin Gogaj ka regjistruar edhe një fraksion për pastrim parash lidhur me një transfer 3 milion euro drejt Austrisë, për të cilat ka nisur verifikimet për lëvizjen e parave.